Njihemi tani mëgjërësisht me zhvillimet e ndodhura deri në këto momente. Kolegji i Gjykatës Kushtetuese vendosi që ta kaloj në mbledhjen e gjyqtarëve çështjen e Belinda Ballukut, por për më tepër detaje do të kemi tani një komunikim të drejtë për drejtë me Klodiana Lalën. Klodit, përshëndes, cilat janë detajet nga ky vendim i kolegjit dhe çfarë ndodh tani? Përshëndetje Renaldo, zyrtarisht na është konfirmuar nga Gjykata Kushtetuese se kolegji ka vendosur të kalojë për shqyrtim në mbledhjen e gjyqtarëve kërkesën e kryeministrit të vendit zotit Edi Rama që lidhet pikërisht me çështjen ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë zonjës Belinda Balluku. Kjo e fundit është marrë pandehur për abuzime me tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogarase, po ashtu është nën hetim për tenderin 4 Unaza e Madhe. Kolegji, si pas të dhënave parapraka, rezulton se është ndarë në 2 vota pro dhe 1 kundër dhe përfundimisht duke qenë se nuk ka patur unanimitet, është vendosur që çështja Balluku të shkojë për shqyrtim në mbledhjen e gjyqtarëve. Në krye të herës, kryeministri kërkon shfuqizimin si antikushtetues të vendimit të gjykatës së posaçme që e ka pezulluar zonjën Balluku nga ushtrimi i funksioneve publike, pra si zëvendës kryeministre dhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë. Po ashtu, kryeministri kërkon edhe interpretim nga Gjykata Kushtetuese të nenit 103.3 të Kushtetutës, duke pretenduar se ky nen cënon haptazi funksionet apo detyrat e pushteteve të tjera, siç është ai ekzekutiv, legislativ, por edhe të presidencës. Kështu që në këtë këndvështrim, kryeministri thotë se nuk mund të pezullohet një zëvendës kryeministre dhe ministre në detyrë, por kjo është një çështje që i përket tashmë Gjykatës Kushtetuese. Çfarë do thotë ky vendim i kolegjit? Së pari, mbledhja e gjyqtarëve që përbëhet nga të gjithë anëtarët e Gjykatës Kushtetuese, që në rastin konkret janë 8 të tillë, do duhet që brenda ditës së sotme të caktojë një datë se kur gjyqtarët do të mblidhen. Ata paraprakisht duhet të njihen me kërkesën, por edhe me aktet bashkangjitur. Pas në mbledhje ka disa opsione. Së pari mund të vendosin të arrëzojnë kërkesën e kryeministrit për heqjen e pezullimit për zonjën Balluku, mund të ndodhë që ata ta pranojnë këtë kërkesë, por po ashtu mund të ndodhë që edhe nuk e kalojnë fare në shqyrtim çështjen ose kërkesën e bërë nga kryeministri. Në të kundërt, mund të ndodhë që kërkesa e bërë nga Edi Rama të kalohet në seancë, por ka 2 mënyra seanca. Njëra nga mënyrat është që të kalojë në seancë për shqyrtim, por mbi bazë dokumentash, ka do thotë që palët, në rastin konkret kryeministri, Kuvendi, presidenca, por edhe prokuroria e posaçme, do duhet të paraqesin dokumenta dhe prapësimet e tyre me shkrim dhe mbi bazën e dokumentave dhe pretendimeve të paraqitura nga palët, Gjykata Kushtetuese merr një vendim dhe bën interpretim të nenit në fjalë që kërkon kryeministri, por po ashtu edhe vendos një devizë të qartë në kërkimet e shefit të qeverisë dhe së dyti mund të kalojë në seancë plenare publike. Kjo është e ndryshme nga seanca mbi bazë dokumentash. Në seancë plenare publike, të gjitha palët ftohen publikisht, ka do thotë përfaqësuesit e kryeministrit, të Kuvendit, të presidencës, por edhe të prokurorisë posaçme do duhet të paraqiten përpara gjyqtarëve dhe në mbledhje të hapur dhe në seancë të hapur do duhet të paraqesin të gjitha argumentat e tyre. Por përpara se të shkohet te kjo, tashmë të gjithë syt janë tek mbledhja e gjyqtarëve. Ende nuk ka një datë zyrtare se kur kjo mbledhje do të zhvillohet, por ama duhet thënë që në njoftim të mëparshëm Gjykata Kushtetuese e ka konsideruar çështjen prioritare për shkak të interesit të lartë publik, por edhe për shkak të pozicioneve që mban zonja Balluku, çka do thotë që brenda kësaj jave mbledhja do duhet të zhvillohet dhe të ketë një vendim lidhur me fatin e zonjës Balluku. Sa i përket pastaj shqyrtimit në themel të çështjes, do të dojmë më shumë kohë. Për të rikthyer tek hetimet e SPAK, zonja Balluku është marrë zyrtarisht e pandehur për abuzime me tenderin 190 milionë eurosh për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Më pas prokuroria ngriti dhe një akuzë të re ndaj saj për abuzime ose paracaktim të tenderit loti 4 Unaza e Madhe. Zonja Balluku sipas prokurorëve të posaçëm është gjithashtu duke nën hetim ose duke u verifikuar edhe disa procedura të tjera tenderuese. Në momentin që gjykata caktoi masat e sigurisë ndaj saj, siç është ndalimi për të dalë jashtë vendit, por po ashtu edhe pezullimi nga ushtrimi i funksioneve, normalisht do duhej që zonja Balluku të kishte dhënë dorëheqjen dhe të përballej si qytetare e lirë dhe përpara drejtësisë. Por nga ana tjetër ajo ka zgjedhur të mos e bëjë një gjë të tillë dhe kryeministri nuk ka vendosur ende ta shkarkojë në mbledhjen e qeverisë, por është drejtuar Gjykatës Kushtetuese për interpretim duke shtyrë më shumë në kohë gjithë përplasjen e zonjës Balluku me drejtsinë shqiptare dhe duke krijuar kështu një konflikt shumë të fortë me prokurorinë
e posaçme. Megjithatë, paralelisht me zhvillimet në gjykatën kushtetuese, zëvendës kryeministra dhe ministra e infrastrukturës dhe energjetikës Zonja Balluku është drejtuar gjykatës së apelit të posaçëm përmes avokatëve të saj, ku ka ankimuar vendimin e gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe kërkon shfuqizimin e masave të sigurisë si atë për ndalim për të dalë jashtë vendi, ashtu edhe pezullimin nga ushtrimi i funksioneve. Ndërkohë, për të ndalur tek gjykata kushtetuese, kryeministri nuk ka ngritur asnjë pretendim lidhur me pjesën e vendimit që i ka ndaluar zonjës Balluku të drejtën për të dalë jashtë vendit. Me sa duket, këtë pjesë të vendimit zoti Rama e konsideron legjitim dhe normalisht nuk ka pretendime lidhur me këtë pjesë. Të gjitha pretendimet që ka ngritur kryeministri lidhen pikërisht me pjesën e vendimit që ka të bëjë me pezullimin e zonjës Balluku nga ushtrimi i funksioneve zyrtare si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë. Gjykata kushtetuese na ka informuar që në lidhje me këtë çështje do të ketë një njoftim më vonë ku do të jepen edhe detaje lidhur me çfarë ka ndodhur në kolegjin e gjyqtarëve, e po ashtu pra kolegji që përbëhet nga 3 antar, Sandër Beci relator, Marsida Gjaferllari antare dhe Sonira Betja antare, dhe më pas do të ketë edhe një datë konkrete se kur do zhvillohet mbledhja e gjyqtarëve, që sigurisht më pas do të ketë edhe një panoramë më të qartë se çfarë do të ndodhë me fatin e Belinda Ballukut. E qartë, mirë Klodi, të falenderoj për këto detaje që na përsolla. Faleminderit juve. Ndërkohë, vetëm pak minuta më parë, kryeministri Rama ka reaguar në rrjetet sociale. Me një postim në rrjetin social X, Rama shprehet se fjalët e shumta janë fukarallëk. Gjeni një rast të dytë në botë ku një prokuror dhe një gjykatës, për më tepër edhe i shkallës së parë fare, pezullojnë nga detyra një antar qeverie. Sa të më thoni që kjo qënka kaq normale, pa çka se s'është parë kurrë askund në botën demokratike, është njësoj si të më thoni se drejtësia qënka normale vetëm në Shqipëri. E pra, pavarësisht se nga dita 1 kam qenë, jam e do t'jem mbështetës si më i paepur i reformës dhe pavarësisë së drejtësisë, këtë risi botërore të drejtësisë son të re, unë nuk e quaj dot asgjë tjetër përveç se një nga ato rrëzimet e fëmijës kur sapo ka mësuar të eci, me ndryshimin që kur fëmia i vërtet rrëzohet lëndon vetëm vetem, ndërsa kur drejtësia rrëshqet, kështu si këtë herë, cënon parimet kushtetuese, prish balancën mes pushteteve të pavarura dhe ndërhyn brutalisht në procesin e qeverisë. Le të jemi të qartë, qëllimi i lartë i luftës kundër korrupsionit nuk e justifikon përdorimin e asnjë mjeti të gabuar dhe historia e vendeve që kanë kaluar më parë nga kjo rrugë domosdoshme na mëson se justifikimi i mjeteve të gabuara për hir të qëllimit madhor e kthen kurën me mjete të tilla në një të keqe edhe më të madhe se sa vetë sëmundja që thuhet se këto mjete po kurojnë. Ky mësim nuk duhet harruar kurse si nga askush, shkruan kryeministri Rama. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se gjykata kushtetuese vendosi të kalojë në seancë shqyrtimin e kërkesës së qeverisë për çështjen Balluku pas presionit të tmerrshëm nga ana e kryeministrit Edi Rama. Gjatë konferencës, Berisha i bëri thirrje kushtetueses të parashikojë seancë publike në gjykimin e kësaj çështje. Gjykatën kushtetuese të vendit zhvillohet një betejë e pa shembullt në historinë e një vendi midis institucionit të dorëheqjes dhe institucionit të vjedhjes të përfaqësuar nga qeveria. Mësohet se gjykata në një presion të tmerrshëm vendosi të shqyrtojë çështjen e përfaqësuar nga avokati i vjedhjeve qeveritare Edvin Kristaq Rama. Duke mos komentuar më tej në këtë çështje, i bëj thirrje gjykatës kushtetuese të parashikojë seancë publike në gjykimin e kësaj çështje, mbasi është çështja më e nxirr në historinë e jurisprudencës europiane dhe botërore. Kur ndonjëherë një kryetar qeverie, një kryeministër, shef ekzekutivi, pra president qoftë ai,
nuk ka shkuar në gjykatë kushtetuese për të mbrojtur masat që gjykatat tjera kanë marrë për vjedhje klamoroze të dokumentuara në të gjitha aspektet. Ky akt i Edi Ramës lidhet absolutisht vetëm me implikimin e tij gjerë në vesh në këtë aferë dhe aferat tjera që vinë mbas. Edi Rama kundërmon sot në Europë dhe në botë si kampion i vjedhjeve të popullit të vet dhe kundërmon si Ramaduro apo Noriega i Europës. Përpiqet si mbyturi të kapet në fije bari të bëj presionen nga më absurdet ndaj sistemit gjyqësor në një kohë kur është, u them shqiptarëve, absolutisht i pashpresë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike kërkon interpelancë urgjente me kryeministrin Rama lidhur me qëndrimin e tij, pasi drejtësia mori të pandehur zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Opozita akuzon Ramën për ndërhyrje në drejtësi dhe për mbrojtje të politikës së pandëshkueshmërisë. Grupi parlamentari i Partisë Demokratike kërkon interpelancë urgjente me kryeministrin Edi Rama, të cilin e akuzon se po vepron si avokati të pandehurës Belinda Ballukut, duke paraqitur pretendime në emër të kuvendit, pa marrë asnjë mandat apo qëndrim nga vetë parlamenti. Kërkesa e kryeministrit të Shqipërisë në gjykatën kushtetuese jo vetëm që është e pabazuar në kushtetut, por gjithashtu përbën një ndërhyrje të papërshtatshme në pavarësinë e sistemit të drejtësisë dhe synon çimentimin e kulturës së pandëshkueshmërisë në vend. Opozita argumenton se veprimi Ramës ka vetëm motive politike dhe nuk ka të bëjë me zgjidhje juridike, ndërsa shton se ministrat e marrë të pandehur për abuzime me fonde publike duhet të shkarkohen menjëherë, sipas PD-s. Rama kërkon t'i bëj presion drejtësisë me shpresën se do të nxjerrë jashtëbinarëve kushtetues vetë gjykatën kushtetuese, që ekziston si garanci për kushtetueshmërinë dhe kursesi për pandëshkueshmërinë. Deputetët opozitar paralajmërojnë se do të insistojnë që interpelanca të trajtojë të gjitha këto shqetësime, ndërsa vërejnë se veprimi i kryeministrit dënon jo vetëm besimin e publikut në drejtësi, por edhe standarde demokratike në vend. Kryetari i Bashkisë të Tiranës Erion Velia i mori pjesë për herë të parë në seancën paraprake në gjykatën e posaçme, kur pritej të vendosej nëse dosja do të kalonte për gjykim ose jo. Velia i kërkoi që të njihej me aktet e dosjes dhe për këtë arsye seanca u shtypur në datën 5 dhjetor. Seanca paraprake në ngarkim të kryetarit të Bashkisë të Tiranës Erion Velia në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u shtyku të hënë për më 5 dhjetor, pasi Velia i kërkoi kohë të konsultohet me avokatët për ecurinë e procesit dhe të njihet me aktet e dosjes. Fakti që është dashur një kohë kaq e gjatë për të më vënë në dispozicion një dosje që është bërë jo vetëm shkak i heqjes së lirisime, por edhe i largimit faktik nga ushtrimi i funksioneve të kryetarit të Bashkisë të Tiranës, po kthehet në një absurd tragjikomik. Ndryshe nga sa ka ndodhur më herët, kryebashkiaku Velia i mori pjesë vetë në seancën paraprake të kësaj të hënë në GKKO, duke pretenduar se drejta e tij për mbrojtje efektive është shkelur brutalisht dhe në mënyrë të vazhdueshme. Vonesa dhe pengesat e vazhdueshme krijojnë panoramën e një paragjykimi të plotë të çështjes, si dhe të trajtimit të drejtave të mia kushtetuese, jo si detyrime solemne të shtetit, por si pengesa që duhen anashkaluar në funksion të një procesi që duket sikur kërkohet të zhvillohet shpejt, të mbyllet shpejt dhe të dëgjohet sa më pak. Në fjalën e tij Velia i kërkoi që të lirohet nga qelitë e paraburgimit duke e cilësuar mbajtjen në kafaz si trajtim degradues, poshtërues dhe në kundërshtim të drejtë për drejtë me nenin 3 dhe nenin 6 të KED1. Ky pozicionim fizik i pazakon për një vend që aspiron standarde europiane transmeton automatikisht një imazh kriminalizues, krijon idenë se jam një person i rrezikshëm dhe ushqen, qoftë edhe pa vetëdijshëm, para gjykime të brendshme brenda vetë trupës gjykuese.
Velia i ndodhet në paraburgim që prej muajit shkurt dhe akuzohet për pastrim parash, mosdeklarim pasurie, korrupsion pasiv në 9 episode, shpërdorim detyre, si dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli. Më datë 3 nëntor, gjykata kushtetuese riktheu në detyrë pas shkarkimit nga Këshilli Bashkiak më 22 shtator. Partia Socialiste ka vendosur të mbështes një nga kandidaturat që do të propozohet nga opozita për avokatin e popullit. Kreu i grupit socialist Balla deklaroi se vetëm pasi të njihen me kandidaturat do të vendosin se cilin do të votojnë, ndërkohë zyrtari i lartë socialist mbështeti qëndrimin e kryeministrit Edi Rama në raport me çështjen Balluku. Këtë të martë përfundon afati i fundit kur deputetët mund të mbështesin kandidaturat për avokatin e ri të popullit. Grupi parlamentar socialist ka vendosur se nuk do të mbështes asnjë emër, duke lënë në dorë propozimin e opozitës. Do të vlerësojmë kandidaturat që janë mbështetur me firma nga ana e opozitës. Të shohim kandidaturat që janë propozuar nga opozita dhe më pas do të komunikojmë se cilën prej atyre kandidaturave ne do të mbështesim. I pyetur për çështjen Balluku, Tauland Balla mbështeti qëndrimin e kryeministrit Edi Rama. Mendoj që nuk e ka një kompetencë të tillë gjykata të pezullojë një ministër, sepse kushtetuta sipas nenit 103.3 e ka barazuar ministrin me deputetin sa i përket imunitetit, që do të thotë as deputeti nuk pezullohet nga ushtimi i aktivitetit e përpasoj as ministrin. Megjithatë, për fat mirë gjithë rendi kushtetues në Republikën e Shqipërisë e ka përcaktuar qartë që kur ke një ankesë për këtë shkon në një instancë si është gjykata kushtetuese, të presim gjykatën kushtetuese të pret. Sa i takon amendamenteve të prezantuara nga deputeti socialist Olsi Komici për ndryshimet në 2 ligjet për statusin e prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, kreu grupit socialist Tauland Balla tha se nismat kanë për qëllim përmirësimin e kuadrit ligjor. Deri kur të kalojnë seancë do të jenë plotësisht konsultuara edhe me Komisionin Evropian, pra nuk janë ndërhyrje të njëanshme të shumicës, por janë nevoja të përmirësimit të gjithë paketës që lidhet me reformën drejtësi. Nismat e depozituara në kuvend kanë për qëllim të korrigjojnë disa aspekte të reformës në drejtësi dhe kanë karakter teknik, ndërkohë që nevojat për të ndërhyrje janë shprehur nga vetë organet e drejtësisë rreth 3 vite më parë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur procesin e verifikimit paszgjedhor për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Kutitë e votimit të 210 qendrave të votimit ka nisur të rivlerësohen bazuar në përcaktimet e kodit zgjedhor. Nga këto, 44 kuti votimi i përkasin votës së diasporës. Kutit janë përzgjedhur përmes një shorti. Në procesin e përzgjedhjes nuk janë përfshirë kutitë e votimit të cilat janë rinumëruar përgjatë procesit të shqyrtimit të ankimimeve. Verifikimi e shërben më së shumti për të parë se si është zbatuar kuadri ligjor. Ligji saktëson se verifikimi paszgjedhor kryhet vetëm pasi të jetë shpallur rezultati përfundimtar, të jenë përmbyllur procedurat ankimore dhe zgjedhjet të kenë përfunduar. Çdo ndryshim i mundshëm në leximin e votave si për partitë ashtu edhe për kandidatët në listën e hapur nuk do të ndryshojë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Shkëputemi tani për publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera informacione. Jemi rikthyer sërish në studio, vjojmë me të tjera informacione. 2 ditë pas vrasjes së biznesmenit Mond Mahalla në qytetin e Elbasanit, policia ka zbardhur ngjarjen duke shpallur në kërkim 2 autorët e vrasjes. Sa kaq në pranga ka përfunduar ortaku i biznesmenit dhe roja i karburantit. Shkak për vrasjen janë bërë konfliktet për ndarjen e fitimeve të biznesit. Një nga autorët e vrasjes ishte në masën e arrestit në shtëpi dhe kjo nuk e pengoi të kryente krimin. Zbardhet vrasja e biznesmenit Mondi Mahalla, krim që ndodhi mbrëmjen e 30 nëntorit në Elbasan. Policia arrestoi 2 persona, njëri prej të cilëve ishte ortaku i Mahallës dhe tjetri roja i karburantit ku ndodhi vrasja. Në pranga u vun Gjino Ago, 32 vjeç, ishte ortaku i Mahallës në biznesin e dhënieve me qira të makinave dhe roja i karburantit 52 vjeçari Kujtim Pisha. 32 vjeçari nga Elbasani, dyshuar si bashkëpunëtor në krim, akuzohet për vrasje me paramendim, kryer në bashkëpunim.
dhe prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve shpërthyese dhe municionit. Ndërsa roja i karburantit akuzohet për mos kallëzim krimi, pasi sipas policisë nuk ka dhënë informacion për krimin. Me akuzën e vrasjes me paramendim të kryer në bashkëpunim, policia e Elbasanit shpalli në kërkim edhe 2 persona të tjerë si të dyshuar. Njëri prej tyre është 32 vjeçari nga Elbasani, Marcelo Arani, i cili ishte me masë sigurie arrest në shtëpi për një tjetër vepër penale, dhe pas kontrollit në banesë nuk u gjet aty. Ndaj tij tashmë rëndon edhe akuza e largimit të burgosurit nga vendi i qëndrimit. Personi i dytë i shpallur në kërkim është 35 vjeçari, Armando Kola nga Laçi. Pas vrasjes së biznesmenit Mondi Mahalla, i njohur edhe me emrin Edmond Hyka, automjeti i dyshuar i përdorur nga autorët tip Audi, u gjeti djegur në fshatin Mirak, bashkë me pistoletën brenda. Pikërisht ky mjet që ndihmoi në zbardhjen e vrasjes, pasi hetimet zbuluan se ishte në pronësi të ish ortakut të Mahallës, Gino Agos, dhe se ky i fundit ia kishte dhënë hua për përdorim të shpallurit në kërkim, Marcelo Aranit. Si shkak i vrasjes, hetuesi dyshojnë se ka qenë konflikti që Mahalla ka pasur me ish ortakun e tij, debate të hershme që kishin vijuar deri në javët e fundit. Si provë materiale, policia ka sekuestruar dokumenta shitblerjeje automjeti, 3 celular dhe 2 DVR. Biznesmeni Mondi Mahalla u vras apo doli nga biznesi i karburantit dhe hipi në makinën Range Rover. Njëri prej autorëve zbriti nga makina dhe ju afrua biznesmenit, duke ekzekutuar me plumb në kokë. Banorët e Kodër Babrus dolën sërish në protest kundër ndërtimit të fabrikës së municioneve pranë zonës së tyre të banuar nga kompania shtetërore Kajo e Ardi Veliut. Ata kërkojnë ndërhyrje në institucioneve dhe paralajmërojnë se nuk do të lejojnë të rrezikohen jetët e familjarëve të tyre. Në Kodër Babru, banorët kanë dalë sërish në protest kundër planeve të kompanisë shtetërore Kajo për ndërtimin e një fabrike municionesh pranë zonës së banuar. Ata thonë se ndjen të rrezikuar dhe kërkojnë ndalimin e menjëhershëm të çdo procedure që lidhet me projektin. Ne jemi mbledh si komunitet për hallin dhe problemin e banorëve që mos ngrehet kjo fabrik demontimi armësh afër banorëve, afër bizneseve që janë këtu. Ndërkohë që ligji është shumë i qartë e shpreh që nga dera e institucionit mund të jetë jo më pak se 1.5 kilometra. Si mund bëj demontim armësh këtu? Ja ko shtëpia. Shtëpia është 5 metra larg nga tuneli. Ja ko është vila 10 metra larg. Këto mi fjalë duan që të bëhet një gërdec i dytë. Banorët kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve shtetërore, ndërsa i bëjnë thirrje dhe ambasadës së Shteteve të Bashkuara, duke paralajmëruar se nuk do të lejojnë një zhvillim që sipas tyre mund të sjellë ngjarje të ngjashme me gërdecin. Edhe këtë punë, Osman, jo që nuk do ta lej, vetëm vdekja do të ndaj, a kupton, nga puna pronës. Deri në përfundimin, çfarë do të thotë gjykata? Jam shumë i vendosur për këtë punë, a kupton? Banorët akuzojnë së vendes kryeministren Balluku që me një firmë ja kaloi pronat e tyre kompanisë Kajo për të ndërtuar fabrik municionesh. Vjen thot me VKM thot ja kemi kalu firmës Kajo, por me delegim Belinda Balluku. Me delegim. Tash im thuj mu ti Osman. Sot ajo është përballë një procesi gjyqësor, se nuk e vendos tani, nuk e vendos Osmani, e vendos drejtësia. Se për këtë drejtësi po vurin shqiptarët, e kupton? Si ka mundësi mbështetet Belinda Balluku me delegim edhe vjen ushtria, si vendi? Duhet vish me ligje, duhet vish me rregulla. Banorët në Kodër Babru paralajmërojnë se protesta do të vijojë deri në marrjen e një vendimi të qartë dhe të prerë nga autoritetet, ndërsa theksojnë se do të përdorin çdo mjet demokratik për të mbrojtur, siç thonë ata, sigurinë e familjes së tyre. Edhe pse çarja e madhe e shkaktuar të hënën në argjinaturën e lagunës së Vajinit në Tale u mbyll, ekziston rreziku për shembje të tjera, pasi në strukturë ka rrjedhje uji. Ekipet e bordit të kullimit dhe ato të ushtrisë vijojnë punën për forcimin e argjinaturës me gur dhe inerte.
Ndonë se qarja e shkaktuar të hënën në argjinaturën e lagunës së vajinit në Tale u mbyll, rreziku për shembje të tjera vijon pasi në struktur ka ende rrjedhje uji. Autoritetet vendore në Lezhë bëjnë të ditur se ndërhyrja ka parandaluar përmbytjet në Rile dhe në bregun e Lumit, ndërsa zona është me risk. Megjithatë, struktura ranore e argjinaturës është përforcuar me vendosjen e gurëve, që e bëjnë atë më të qëndrueshme, ndërsa mjetet e ushtrisë vijojnë punën deri në mbylljen e problematikës. Nga qarja e dytë e argjinaturës, nuk u shkaktuan dëme të mëdha në grykderdhjen e matit, që prej datës 23 nëntor, policia ka nisur verifikime dhe ka referuar materialet në prokurorinë e Lezhës, lidhur me qarjen e argjinaturës, pasi dyshohet se incidenti mund të ketë ardhur si pasojë e moshapjes së kanalit natyror që siguron komunikimin midis detit dhe lagunës së vajinit. Aksi rrugor Radhimu i Ftohtë është bllokuar si pasojë e rrëshqitjes së gurëve dhe dherave nga rreshjet e shiut. Nga rrëshqitjet e vazhdueshme është thyer edhe një pemë e cila ka rënë mbi rrugë, duke bllokuar një kath të segmentit. Në çastin kur pema dhe gurët ranë mbi aks, asnjë automjet nuk ndodhej në lëvizje, ndërsa ekipet e ndërmarrjes së pastrim gjelbërimit në Vlorë vijojnë punën për heqjen e materialeve të rëna mbi aksin që lidh dy zona turistike. Gjithashtu, shërbimet e policisë rrugore po orientojnë shoferët për lëvizje në rrugë në mënyrë që të shmangin çdo rrezik të mundshëm. Për të tretën ditë me radhë, fermerët grek vijojnë protestat masive ku kërkojnë pagesën në kohë të subvencioneve nga shteti. Fermerët kanë bllokuar qarkullimin në akse rrugore të rëndësishme me mjetet e tyre bujqësore. Përjedhoi policia kufitare nëpërmjet qendrës së përbashkët të shkëmbimit të informacionit KKV, është njoftuar këtë të martë nga policia kufitare greke se nga ora 16 deri në orën 21 me orën greke, aksi rrugor KKV Anin në fshatin Kallpaq do të jetë i bllokuar. Do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet që do të kenë emergjenca shëndetësore, ndërsa policia kufitare KKV kërkon mirëkuptimin e qytetarëve dhe sugjeron planifikimin e udhëtimeve me automjete në orare të tjera të ditës. Është ndaluar nga policia belge paraditën e kësaj të martë në Bruksel ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Sipas mediave belge, policia në Bruksel ka bastisur shërbimin diplomatik të Bashkimit Evropian dhe një kolegj trajnimi, Kolegjin e Evropës në Bruzh, si pjesë e një hetimi për mashtrim. Gjatë operacionit u ndaluan gjithsej 3 persona përfshirë Mogherinin. Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini është ndaluar në Bruksel si pjesë e një hetimi për mashtrim që përfshin Kolegjin e Europës dhe shërbimin diplomatik të Bashkimit Evropian në Bruksel, raportuan mediat belge. Mogherini është aktualisht rektore e Kolegjit të Europës dhe shërbeuesi përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme. Sipas lesuar, sot u kryen kontrolle në shërbimin diplomatik të Bashkimit Evropian në Bruksel dhe në disa ndërtesa të Kolegjit të Europës në Bruzh. Gjatë operacionit u ndaluan gjithsej 3 persona, përfshirë Mogherinin. Hetimi përqendrohet në dyshimet për favorizim dhe konkurrencë të mundshme të padrejtë në dhënien nga shërbimi diplomatik i Bashkimit Evropian të një programi trajnimi 9 mujor për diplomatët e ardhshëm evropian, Akademinë Diplomatike të Bashkimit Evropian për Kolegjin e Europës. Ngjarjet e dyshuara datojnë që nga viti 2021 deri 2022 dhe krimet e akuzuara përfshin mashtrim në dhënien e kontratave publike, korrupsion, konflikt interesi dhe shkelje të sekretit profesional. Bullgaria u përfshi nga protestat kundër qeverisë dhe planeve të saj për të rritur taksat mbi bizneset private dhe individët me qëllim financimin e rritjes së pagave në sektorin shtetëror. Planet për rritjen e taksave janë parashikuar në buxhetin e vitit 2026, i pari hartuar në monedhën euro. Mira njerëz dolën në kryeqytetin e vendit Sofje dhe qytetet e tjera të Bullgarisë duke akuzuar qeverinë për korrupsion. Mira njerëz u mblodhën në kryeqytetin bullgar Sofje dhe në qytetet e tjera të vendit të hënën, duke protestuar kundër planit të buxhetit të vitit 2026, i pari i hartuar në euro, përpara se vendi antar i BE-s të miratojë monedhën e përbashkët më 1 janar. Valja aktuale e protestave shpërtheu në reagim ndaj buxhetit të propozuar të vendit,
i cili prezanton rritje të taksave për bizneset private dhe për individët për të financuar rritjen e pagave në sektorin shtetëror, e cila shihet si një taktik qeveritare për të rritur kontrollin e saj të ngushtë mbi institucionet shtetërore, kryesisht administratën publike dhe policien. Disa protestues u përleshën me policin, pasi rrethuan zyrat e partive në pushtet në Sofje. Disa prej protestuesve qelluan forcat e policisë me gur, shishe dhe fishek zjarre. Të rinj që u organizuan përmes TikTok dhe Instagram ishte një prani e madhe. Disa mbanin pankarta me slogane si "Gjenerata Z po vjen për ju" dhe "Na jepni një arsye për të qëndruar në vendin tonë", një referencë për emigrimin. Protestuesit partitë opozitare dhe organizatat të tjera thanë se po protestojnë kundër planeve të qeverisë për të rritur kontributin e sigurimeve shoqërore dhe taksat për të financuar shpenzimet më të larta, si dhe korrupsionin shtetëror. Mira njerëz mbushën rrugët edhe në qytete të tjera si Plovdiv, Varna, Burgas dhe Veliko Tarnovo, ku demonstratat ishin gjithashtu më të mëdha në vitet e fundit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të takojë sot të dërguarin e posaçëm amerikan Steve Witkoff në Moskë, pasi Shtëpia e Bardhë ka thënë se është shumë optimiste për mundësinë e arritjes së një marrëveshje që i jep fund luftës në Ukrainë. Edhe Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka shërbyer si këshilltar i jashtëm në bisedime diplomatike, pritet të marrë pjesë në takim. Samiti do të zhvillohet 2 ditë pas negociatave në Florida me zyrtarëve ukrainas dhe amerikan, përfshirë Witkoff dhe Kushnerin, me qëllim të ridefinimit të një plani amerikan i cili nga disa ukrainas është përshkruar si shumë i favorshëm për Rusinë. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka përshkruar bisedimet si konstruktive, por ka thënë se janë disa tema të vështira në të cilat ende duhet punuar. Takimi i Witkoff me Putin do të zhvillohet në pjesën e dytë të ditës, ka bërë të ditur zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Në përfundim të vizitës së tij në Liban, Papa Leoni mbajti një mesh në Beirut përpara 150.000 besimtarëve të krishterë. Papa i parë amerikan, duke folur para turmave në bregdetin historik të Beirutit, ju lut popullit të Libanit të hidhte pas armaturën e ndarjeve etnike dhe politike dhe të adresonte vitet e konfliktit, paralizës politike dhe mjerimit ekonomik. Papa Leoni u bëri një thirrje të zjarrt komuniteteve të larmishme të Libanit, që të bashkohen për të zgjidhur problemet e panumërta të vendit të goditur nga kriza në një mesh të martën, ku morën pjesë dhjetra miravet, e cila përmbylli udhëtimin e tij të parë jashtë vendit, si udhëheqës katolik. Papa i parë amerikan, duke folur para turmave në bregdetin historik të Beirutit, ju lut popullit të Libanit të hidhte pas armaturën e ndarjeve etnike dhe politike, dhe të adresonte vitet e konfliktit, paralizës politike dhe mjerimit ekonomik. Ne duhet të bashkojmë përpjekjet tona në mënyrë që kjo tokë të mund të kthehet në lavdinë e saj, tha Papa Leoni përpara një turme prej 150.000 njerëzish, sipas shifrave të Vatikanit. Ai foli disa orë pasi u lut pranë rënojave në vendin e një shpërthimi kimik në vitin 2020 që shkatroi pjesë të Beirutit. Papa Leoni, i cili në nisje të udhëtimit për në Liban deklaroi se ndodhej në një mision paqeje, u kërkoi krerëve të sekteve fetare në Liban të bashkohen për të shëruar vendin, duke i nxitur udhëheqësit politik që të vazhdojnë me përpjekjet për paqe pas luftës shkatruese të vitit të kaluar midis Izraelit dhe Hezbollah të mbështetur nga Irani dhe sulmeve të vazhdueshme izraelite. Shkëputemi tani për publicitet, pas pak do t'jemi në studio me juristin Marash Logu për të sqaruar vendimin e sotëm të gjykatës kushtetuese dhe për të hedhur dritë mbi vendimet e gjykatës europiane të drejtave të njeriut në raste të ngjashme me atë të Ballukut.